Cilat janë 4 shenjat e zodiakut më me fat në janar 2026? Demi, shfrytëzo aventurën përfitore të papritura. Janari 2026 nis me energji të jashtëzakonshme për Demin, veçanërisht kur vjen puna tek aventura, udhëtimet dhe mësimi i gjërave të reja. Ndërsa zakonisht je një shenjë që e do rutinën dhe sigurinë, ky muaj të nxjerr nga zona e rehatisë dhe të shtyn të provosh gjëra të reja. Mund të jetë koha e duhur për të mësuar një aftësi të re, për të eksploruar vende të panjohura, ose për të përvetësuar njohuri që zgjeron horizontin tënd personal dhe shpirtëror. Në datën 7 janar, planeti yt mbretëror i dashurisë, Venera, bashkohet me Marsin ambicioz. Kjo shenjë sjell dëshirën për të synuar më lart, rrit kreativitetin dhe mund të sjellë një takim të veçantë me dikë që tërheq vëmendjen tënde. Një energji e tillë mund të ndikojë jo vetëm në dashuri, por edhe në projekte personale dhe kreative, duke të dhënë një ndjesi të fortë motivimi dhe entuziazmi, por janari nuk ndalet këtu. Datat 15, 17, 19 dhe 20 sjellin edhe momente më të jashtëzakonshme. Planet si Venera, Dielli, Merkuri dhe Marsi do të harmonizohen me Uranin revolucionar në shenjën tënde, duke sjellë befasi të këndshme dhe dhurata të papritura. Kjo mund të përfshijë një mundësi të rëndësishme për punë, një fitore që nuk e kishe pritur. Një ide që revolucionarizon një projekt personal, ose një takim që të hap dyert të reja. Në këtë periudhë, demat që guxojnë të dalin nga rutina e tyre do të jenë ata që do të përfitojnë më shumë. Është koha për të marrë rreziqe të llogaritura, për të shijuar eksperienca të reja dhe për të lejuar fatin të surprizojë në mënyra pozitive. Aventurat dhe lëvizjet e papritura mund të sjellin fitore të mëdha që nuk i kishe parashikuar. Në tërësi, janari 2026 është një muaj i fuqishëm për Demin që është gati të hapë horizontet e tij, të përjetojë gjëra të reja dhe të marrë dhurata të papritura nga universi. Çdo hap jashtë zonës së rehatisë mund të sjellë përfitime të mëdha, veçanërisht në dashuri, krijimtari dhe zhvillim personal. Shenja e dytë me fat është e Bricjapi, lëshoje në dritë vetveten e vërtet. Sezoni yt ka nisur që nga mesi i dhjetorit, por janari 2026 do të ndjehet edhe më shumë si një mundësi e shkëlqyer për të treguar vetveten tënde të vërtet dhe për të festuar gjithçka që përfaqëson dhe beson. Kjo ndodh sepse Dielli, Venera, Marsi dhe tani Merkuri do të jenë të gjithë në shtëpinë tënde të parë të vet imazhit pas datës 1 janar. Kjo do të bëjë të ndihesh më i sigurt dhe më komod me veten, duke të dhënë forcën për të ndjekur projektet që të apasionojnë, dëshirat në marrëdhënie dhe për njohjen që ke ëndërruar në fillim të muajit. Më 3 janar, hëna e plot qëndron e kundërt me shenjën tënde dhe mund të sjellë pak emocione të forta ose situata të paparashikuara, por nuk duhet të shqetësohesh. Pas kësaj, një seri bashkimesh planetare në shenjën tënde, më 6, 7 dhe 9 janar, të japin energji të jashtëzakonshme për të punuar fort dhe për të marrë rezultate konkrete. Do të ndihesh i motivuar të tërheqësh mundësi dhe bollëk, por edhe të krijosh fatin tënd vet. Kjo energji është perfekte për të shfrytëzuar hënën e re rreth datës 18 janar. Në këtë periudhë, çdo hap i ndërmarrë me vendosmëri dhe fokus do të sjellë rezultate konkrete. Janari është muaji kur mund të ndihesh më i fuqishëm, i sigurt dhe i gatshëm të tregosh botës versionin më autentik të vetes tënde. Çdo projekt, marrëdhënie ose mundësi që përqafon me përkushtim ka potencial të shndërrohet në sukses. Në thelb, ky janar është koha që Bricjapi të ndriçojë, të marrë vendime të forta dhe të krijojë fatin e vet, duke u bazuar në pasionin dhe aftësitë e tij. Është një muaj që inkurajon vetbesim, veprime të guximshme dhe realizim personal. Shenja e tretë me fat për janarin është e ujori, je në rrugën e një transformimi fuqiplot. Fillimi i janarit mund të ndjehet pak i qetë për ty, ujor. Shumë energji astrologjike po ndodh në shtëpinë tënde të 12, që lidhet me spiritualitetin dhe reflektimin e brendshëm. Kjo mund të ndihet si të ulesh pas skenës duke pritur momentin tënd, por mos e nënvlerëso këtë periudhë. Përdore kohën për të ëndërruar, për të vendosur qëllime dhe për të qartësuar saktësisht atë që dëshiron të sjellë jeta.
Çdo ide ose dëshirë që mbillet tani mund të rritet e të japë rezultate të mëdha më vonë. Më 17 janar, Venera hyn në shtëpinë tënde të parë të identitetit. Kjo do të bëjë të ndihesh i thirrur jo vetëm të dalësh në dritë, por edhe të marrësh kontrollin e skenës së jetës tënde. Më 19 janar, dielli hyn po aty dhe bashkë me Venerën që takon Plutonin e fuqishëm, kjo kombinim do të rrisë aftësinë tënde për të tërhequr njerëzit dhe mundësitë që dëshiron me zemër. Më 20 janar, Merkuri, planeti i komunikimit, bashkohet me këtë energji, duke krijuar një rrjedhë të fuqishme lidhjesh dhe ndikimi. Më 21 dhe 22 janar, ky kombinim me diellin dhe Plutonin të vendos në qendër të vëmendjes. Do të ndihesh më i sigurt dhe më i fuqishëm për të marrë vendime, për të shprehur veten dhe për të ndjekur mundësitë që të bëjnë të ndihesh i plotësuar. Ky është momenti për të përqafuar rritjen e vetbesimit që po të jepet tani. Nuk ka nevojë të hezitosh, është koha e duhur për të marrë kontrollin, për të shfaqur talentet e tua dhe për të tërhequr gjithçka që zemra yt dëshiron. Janari 2026 është një muaj ku ujori mund të bëhet qendër e energjisë, e influencës dhe transformimit personal. Shenja e 4 me fat për janarin është e Peshqit, miqësitë e vërteta të mbështesin suksesin. Në janar 2026 ka shumë planet dhe dielli që po lëvizin në shtëpinë tënde të 11, atë të miqësive, bashkësive dhe grupeve. Kjo do të bëjë të ndihesh më i lidhur me të tjerët dhe më i pranishëm në punë në grup ose projekte ku bashkëpunimi është kyç. Do të kuptosh se mbështetja e miqve, kolegëve dhe komunitetit mund të jetë çelësi për të arritur sukses pas suksesi këtë muaj. Rrethimi i vetes me njerëz që ndajnë të njëjtat synime dhe vlera do të sjellë një ndjenjë kënaqësie dhe stabiliteti. Bashkëpunimi në projekte të përbashkëta mund të ndihmojë të realizosh dëshirat e tua afatgjata. Sidomos kur planetet në sektorin e miqësive harmonizohen me Saturnin, planetin e punës së palodhur, dhe Neptunin, planetin e spiritualitetit, që aktualisht ndodhen në shtëpinë tënde të parë të identitetit. Periudha më e favorshme do të jetë nga 15 deri më 20 janar, kur mund të presësh një rritje të fuqishme shpirtërore dhe frytshme, ku lidhjet e mira dhe bashkëpunimi do të sjellin rezultate konkrete. Në këtë periudhë, miqësitë e sinqerta dhe puna në grup mund të jenë më të vlefshme se çdo gjë tjetër për të arritur qëllimet e tua. Janari i Peshqve është koha për të besuar tek lidhjet e tua të vërteta, për të punuar në harmoni me të tjerët dhe për të parë që sukseset e mëdha shpesh vijnë nga bashkëpunimi dhe mbështetja reciproke.